në fjalën përfundimtare në seancën kryesore të procesit gjyqësor, Nait Hasani në mënyrë dinjitoze mbrojti pikpamjet e tij për ardhmërinë e Kosovës. Unë dhe shokët e mi nuk jemi terroristë si po akuzohemi. Terrorizëm shtetëror po ushtron Serbia mbi shqiptarët. Kosova do të jetë e lirë dhe e pavarur, o me paqë, o me luftë. Mua më vje keq që tani, kur po vendoset për Kosovën, nuk kam mundësi të ndihmoj. Pastaj, Nait Hasani, para trupit gjykues sërb, më 8 dhjetor 97 pa deklaruar edhe këtë. Ja, zëri autentik i tij. Mund të më dënoni edhe me 120 burg, por nuk mund të ndaloni procesin e pavarësisë së Kosovës.